Megjithse u asfaltua vetëm pak muaj më parë, asfalti ja ka lënë sërish vendin e amortizimit. Rruga në brendësi të bllokut të banimit Rilindja tejet e amortizuar, teksa segmenti rrugor është qarë mes për mes, si rjedhoi edhe e punimeve për shtrimin e ujësjellësit, teksa prej muajsh nuk ka asnjë mas për habilitimin e saj. Tenderi për habilitimin e rrugës në brendësi të bllokut të banimit në lagjen Rilindja është çelur disa muaj më parë, por pavarësisht se për realizimin e këtij projekti është vendosur në dispozicion edhe fondi përkatës, sërish aty punimet nuk po nisin, ende mbetet e paqartë përse kjo situatë, ku sipas informacioneve punimet duhet të kishin përfunduar kohë më parë dhe segmenti rrugor të ishte kthyer në normalitet. Banorët e zonës e përshkruajnë sot situatën si tepër të rënduar. Sipas tyre, rruga në gjendje të amortizuar është problemi i tyre kryesor. Kjo edhe për shkak se sipas banorëve, ujërat e zeza kanë dalë në sipërfaqe, duke pushtuar gjithë segmentin rrugor dhe duke u kthyer burimdotje dhe një vatër infeksioni për të gjithë zonën. Ata kërkojnë nga pushteti lokal të zbatojë tenderin dhe të nisë sa më parë punimet për habilitimin e rrugëve në brendësi të lagjes Rilindja. Po shumë e vështirë se ato janë ujëra zeza, po s'kanë ato si vjet, ato kanë një vit a dy. Po mos them dy. Po asfaltua një tashmë është... Jo, këtu s'është asfaltuar, jo. E asfaltuar në Andeja dhe këteja e lanë. Është këtu dhe atje tej, po. Mes për mes është qarkën. Nuk e di, se di. Urrit e pallati tjetër, po këta këtu si e durojnë. Kanë problem. Nuk e kuptoj. Se kuptoj. Po na shi nuk është problem. Shujra zeza. Edhe ne që kalojmë kështu tutje tu edhe s'kalojmë dot. Mbytet besoj gjatë. Po patjetër. Duhet të rehabilitohet, duhet të rregullohet rruga. Po ç'është ai që nuk e do na shi që të rregullohet atë. Po pos u rregulluan kanalizimet, çfarë rrugë do rregullosh mbi të? Do bën kanalizimet, pastaj do rregullohet rruga. Burim infeksioni. Kumba, po patjetër. Sot bloku i banimit Rilindja është një ndër lagjet me kushte më të rënduara infrastrukturore në qytetin e Vlorës, pavarësisht se në shumë lloje banimi ka përfunduar rehabilitimi i tyre për lagjen, e cila është çelur tenderi i projektit, puna ende nuk ka nisur. Me sa duket, në Vlorë po jetojmë mes dy realiteteve, ku më parë investohet aty ku nuk ka projekt dhe nuk ka fond, dhe më pas i vjen radha projekteve të tenderuara.